flet në gojë të prindërve të mi? Pse mi sjell prindrit e mi këtu? Pse flet për prindrit e mi? Po do me të prek, s'ka tjetër qysh me të prek. Përmes prindve, përmes që tyne. Që sa të tentu? Që sa është të tentu? Edhe s'po munet, tash po këtë të prind, leje se është u kryme ta, leje. E di pse e bën ai këtë, do ta them unë. Ta them unë pse e bën. Se ai di që nëse unë të vihem, mund të jemi vetëm një njerëz që ta çoj deri në fund. Se e di gjën. Qysh nëse të vihem? Nëse të bëj armik o vlla, të bëj kundërshtar, nuk du fare, nuk të pranoj fare me bëpaqe, me të kam fal kur vjen më thua jam pendu, kërkoj falje, nuk du të bëjmë ashtu gjë. Po, çka do të thonë kjo? Etj. Ai do të më përdori mua. Po, për me të, po. Prandaj e bën gjithë gjë, prandaj më vënë në presion ai mua. Unë e kam në trurin tim që kur kam ardhur, nuk du luftë me asnjë, edhe ajo zonja, më ka ardhur më zgjujt vetë që natën e parë, të ndej tul tek karriket e stormit, nuk kam pas plan me vazhdu debat me të nëse nuk do bënte një gjë të re. Unë du luftë. Ama nëse do një gjë të re. Jo me ty, me ata du. Me krejt këtu. Me ata du. Në rregull. Po, me ata du. E ti a don? Me kë? Me krejt. O, kush ma bëj për borxh më unë vetë personalisht nuk kam marrë bëj luftë me asnjë njeri. Po në momentin që vjen më provokon, unë do flas. Edhe unë po të them. Siç kam folur që nga dita zero në këtë shtëpi. Po, edhe unë po të them një situatë. Po edhe unë po të them. Apo do luftë ata? Apo doin? Po ta shkatëzohu cili është më i fortë në luftë. Jo kështu më kallzo. Jo kështu, s'ush më kallzoj fort kështu. O zotëri, unë ika se nuk dua ta bëj, nuk duhet të kaloj banalitet. O ti ik më bën çfarë dush. O ik, jo. Ik po çfarë dush. A të ri? Po. Të ri kur vjen Jozi flet. Ne, jo. Po qa? Apo do luaj ai, bën e luaj. Ma s'kim shirë, të kom thonë për fillimin, unë s'kam shirë. Letë mohen tashti, një unë me tjetërën.